Shqipërinë e presin sfida të mëdha në vitin 2026, ku fillimisht do të jetë play-offi për një vend në Kupën e Botës dhe më pas do të jetë botrori nëse Shqipëria arrin të sigurojë një bilet, por jo vetëm kaq. Në vitin 2026, Shqipëria do të nisë nga puna për eliminatoret e radhës që do të jenë për Europianin, aty ku kuqezinjt natyrisht synojnë kualifikimin e dytë radhazi, natyrisht me pak fat në short. Krahas rezultateve kuqezinjt shpresojnë që të bindin edhe dy lojtarë për të luajtur me Shqipërinë. Nelson Viper dhe Brian Gruta luajtën kundër Shqipërisë U21 në miqësore dhe natyrisht janë dy lojtarë që po bëjnë shumë mirë në Bundesliga dhe Premier League. Duke qenë se ende nuk e kanë debutuar për Gjermaninë, Viper dhe Gruta kanë të drejtë që të zgjedhin Shqipërinë dhe në kampin kuqezi shpresojnë që diçka e tillë të realizohet, pasi do të ishin vlerë e madhe e shtuar në sulm. Të dy lojtarët duket se janë në pritje të ftesës së Gjermanisë, por gjithçka mund të ndodhë dhe nuk është çudi që Shqipëria të ketë shumë shpejt pjesë të kontingjentit të saj për të ardhmen.